Turn the lights down. Turn the lights down. Nuk ndodh shpesh që të ndalen dritat në shtëpinë e bardhë. These are burial sites. Sidomos kur shefi i saj pret këtu një homolog. Por Donald Trump befasoi mysafirin e tij, Cyril Ramaphosa, të mërkurën brëma. Amerikani i alëshoi një video presidentit nga Afrika e Jugut. Ajo kishte të bënte me, siç tha Trump, gjenocidin që po ndodhen në këtë vend ndaj fermerëve të bashkë. Well, I think the videos are so. No, when you look at the videos. Kur I shikon videot, dua të them, si mund të bëhet më keq? Dhe këta janë njerëz zyrtar, dhe ata thonë se vrasin fermerin e bardhë dhe ja marrin tokën. Kjo është ajo që ndodh. Për më tepër, ai I lexoi edhe një varg artikujsh që ishin shkruar për këto gjëra. Of people. Death. These are articles over the last few days. Këto janë artikuj nga ditët e fundit. Vdekje njerëzish, vdekje të tmerrshme, vdekje. Death. Presidenti afrikan u zu ngusht. Me shumë gjas, ai nuk e priste këtë zhvillim dramatik të takimit. Let me clarify that because what you Melioni fillimisht ta sqaroj sepse ajo që pat, fjalimet që u mbajtën, ajo nuk është politikë qeveritare. Do të thoja që nëse do të kishte gjenocid ndaj fermerëve afrikan, mund të vë bast që këta 3 zotrinj nuk do të ishin këtu, përfshirë ministrin tim të bujqësisë. Ai nuk do të ishte me mua. Ramaphosa kishte fjalën për 3 ministra që kishte marrë me vete. Por Trump nuk bindej. But you do allow them to take land. Por ju I lejoni ata të marrin tokën. Jo. Askush nuk mund të marrë tokë. Dhe pastaj kur marrin tokën, vrasin fermerin e bardhë. Dhe kur vrasin një fermer të bardhë, nuk ndodh asgjë me ta. Ka kriminalitet në vendin tonë, njerëzit që vriten për fat të keq, përmes veprimtarisë kriminale. Nuk janë vetëm njerëz të bardhë, shumica prej tyre janë njerëz me ngjyrë. activity are not only white people. The farmers are not black. Fermerët nuk janë me ngjyrë. Nuk po them që kjo është e mirë apo e keqe, por fermerët nuk janë me ngjyrë dhe njerëzit që po vriten janë në numër të madh. Diskutimi ka vazhduar edhe më. Kjo është hera e dytë brenda 3 muajve që Trump nuk nguron të vejë në siklet mysafirët e tij në shtëpinë e bardhë. Diçka e tillë pati ndodhur me ukrainasin Volodymyr Zelensky, I cili ishte akuzuar nga nikoqirët se me sjelljen dhe fjalët e tij nuk kishte respektuar mysafirin dhe Amerikën. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.